Një ngjarje e rëndë është regjistruar rreth mesnatës në Vlorë ku një 14 vjeçar duke drejtuar automjetin e nënës së tij pa leje drejtimi ka refuzuar t'i bindet urdhrit të policisë për ndalimin dhe është përfshirë në një ndjekje të rrezikshme në rrugët e qytetit. I mituri, i cili kishte në sedilin e parë një shok të tij, po të mitur është pikasur nga patrulla duke lëvizur me shpejtësi në zonën e Çoles dhe më pas ka vijuar drejt bulevardit Ismail Qemali. Sipas policisë, 14 vjeçari jo vetëm që nuk ndaloi, por tentoi të godiste gjatë ndjekjes duke rritur rrezikun për jetën e tyre dhe të qytetarëve. Arratia e tij zgjati disa minuta gjatë së cilës përplasi disa automjete të parkuara në anë të rrugës. Situata u përshkallëzua kur përpara tij u vendos një tjetër mjet policie, për cilën u përplas duke e përmbysur në rrugë dhe duke lënë plagosur 2 efektiv policie. Ndjekja përfundoi kur automjeti i Golf 4 që drejtonte i mituri u përplas me murin rrethues. Pas aksidentit ai tentoi të largohet me vrap, por u neutralizua dhe u arrestua nga policia. Automjeti u bllokua ndërsa ndaj nënës së tij u mor masa e pezullimit të lejes së drejtimit dhe vendosja e një gjobe. Aktualisht i mituri mbahet në paraburgim ndërsa prokuroria ka nisur hetimet për disa vepra penale përfshirë mosbindjen ndaj punojësve të policisë, drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt dhe shkatrimin e pronës. Policia e shtetit ka bërë apel prindërve që të mos lejojnë fëmijët të përdorin automjet pa leje drejtimi, duke theksuar rrezikun serioz që këto veprime paraqesin për jetën e tyre dhe të qytetarëve të tjerë.